إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مرشد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Allahu në falënderoj për ti falë dhe ndihmë kërkoj, dëshmoj se nuk i takon adhurim askujt me drejt përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, paqja dhe mëshira Allahu që ushin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që i përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Sot me lenin Allahut do të jetojmë disa çaste shkurtimisht me një porosi prej porosive madhështore të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një porosi e cila ka pak fjalë, mirë po kuptimi i saj është shumë i gjerë dhe udhëzimi i saj është shumë i madh. Porosi e cila i hap shumë dyer të mirësisë, porosi e cila e nxjerr në shesh na e paraqet vlerën e veprave të vogla në peshorën e Allahut azza wa jall. Kjo porosi është shumë e lehtë që zbatohet në përditshmëri dhe po ashtu është shumë e thjeshtë në sytë e njerëzve që i jep shumë mundësi që të fitojë shumë mirësi dhe po ashtu të afron tek Allahu azza wa jall dhe atë afrim që njeriu e shpreson edhe do. Ebu Dherr radiallahu anhu thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: mos i nënçmo veprat e mira, qoftë edhe takimi vëllait tan me fytyrë të qeshur. Kjo porosia e pejgamberit Allahut azza wa jall. Porosia e shkurtër, mirë po në vete përçonte mesazh. Në vete përmbante fshehësi prej fshehësive të lumturisë në dunjë dhe në ahiret. Çfarë deshi që të na porosisë pejgamberi Allahu xhel me këtë porosi? Porosia e tij ishte thirrje për gjithë neve që mos i nënversojmë veprat. Pavarësisht çfarë vepra janë ato, të mëdha apo të vogla. Sepse veprat e mira nuk janë vetëm se ato që i përmbajnë veprat e mira të mëdha. Nuk janë vetëm se ato që i përmbajnë ose vetëm se ato që e formojnë veprën e mirë. Po në soazat të veprave të mira përfshihen edhe veprat e vogla. Veprat të vogla të cilat njerëzit zakonisht në vlerësojnë. Mirë po tek Allahu subhanahu wa taala ato vepra rriten dhe janë të mëdha. Ajo që i rritën është sinqeriteti dhe është niyeti. Veprat e mëdha, pavarësisht për masave të mëdha që i ka, dhe pavarësisht gjurmëve materiale që i mban me vete, ajo mund që të llogaritet tek Allahu shumë e vogël. Madje edhe mos shkruhet nëse niyeti dhe sinqeriteti nuk ekzistojnë në veprën atij që i vepron. E ajo e cila i mot vepra tek Allahu subhanahu wa taala është niyeti dhe sinqeriteti. Për shkak se ajo aludon në pastërtinë e zemrës dhe në dashurinë për hajër dhe për mirësi. Mihjan ishte një grua me ngjyrë të zezë. Jetonte në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një grua e cila kujdesej për xhamin, një grua e cila e pastronte xhamin. Dhe mundohej që të jetë e pastër xhamia për çdo namaz, kur namazfalësit vinin në xhami që të falishin radhë dhe të adhuronin Allahun azza wa jall pa problem. Kjo grua ishte e qetë, nuk kishte pasuri, nuk e njihnin njerëzit se është e pasur, nuk kishte as prejar dhe të njohur, nuk kishte as mall me çka të krenohet. Mirë po vepra e saj ishte shumë e madhe. Te njerëzit, në sytë e njerëzve, padyshim që kjo vepër nuk është e çmuar, edhe nuk vlerësohet shumë. Është e njëjta edhe sot. Ne shohim sot ata që merren me pastrimin e xhamive, në sytë e njerëzve zakonisht janë persona të cilat janë pa vlerë ose vlera tyre shumë e vogël. Mirë po në sytë e Allahut shumë e madhe. Kjo grua punonte heshtje. Sahabët e shihnin ditë për ditë atë grua. Mirë po nuk e bënin punën shumë të madhe, për shkak se në sytë e tyre veprimi i saj nuk ishte shumë i madh. Një ditë prej ditëve pejgamberi Allahut azza wa jall nuk e pa grua. Edhe u interesua për të dhe i pyeti sahabët, ju tha: ku është ajo grua e cila e pastron xhamin? E i treguan sahabët, i thanë atij që kjo grua ka ndruar jetë. Dhe i treguan pejgamberit Allahut që nuk e lajmëruan që mos ta pengojnë. Ata nuk e llogaritën që ka vdekur një njeri i cili ka nam, ka famë, ka autoritet, një grua e thjeshtë. Mirë po te pejgamberi ishte ndryshe. Ai vlerësonte njerëzit më ndryshe. I vlerësonte veprat e tyre, e në veçanti këtë vepër që ajo grua e bënte. Vepër e madhe që kur të vihet çdo namazfars në xhami, që ti qetë, që ti ratshëm, mos ketë probleme.
sejdën e tij kur e vendos, ta vendose me një tepi e cila është e pastër. E kjo grua e bën ti këtë punë. Pejgamberi sa më tha, më dërgoni te varri i saj. E dërguan pejgamberi Allahu te zogjel kur shkoi, kur arriti te varri, ja fali namazin asaj, edhe pastaj u lut për falje dhe për mëshirë, tha pejgamberi sa që këto varre janë të mbushura me errësirë. E këto varre, këtë errësirë e largon namazi im ndaj tyre. Që grua ishte një grua e thjeshtë, nuk kishte as nam, as pasuri që të njihet. Dhe nuk kishte një person që kur ndroi jetë e përcjellën xhenazën e saj me qindra njerëzi, për shkak se ka vdek një person me autoritet dhe me prestizh. Jo, ka qenë një grua e thjeshtë. Mirë po, te Allahu shumë e madhe. Vepra e saj ka qenë një vepër që e ka bërë që emri i saj përmendet deri ditën e Kiametit. E andaj, pse mos i fshimel me xhamit? Pse ne mos kujdesemi për xhamit? Pse ne ta ndërsojmë çdo njërin i cili merret me pastrimin e xhamive, siç e kemi zakon? Kjo është edukata jonë, sjellja jonë, është mosnjoja e realiteteve që neve na mëson feja Allahut azza wa jall. Veprat sa do që të jenë të vogla, a na ka shku ndonjëherë ndërmend neve që ta kujtojmë thjesht, na sillet na përmend që ajo vepër që ne e përbuzim dhe nëndërsojmë dhe nuk e veprojmë për shkak se shumë e vogël, se ne kemi gjëra më të mëdha, projekte shumë më, dhe sa ato projekte që i kemi ne janë më të dobishme se sa shumë projekte që ne i lëmë anësh. A realisht marrja me disa projekte madhështore shpeshher ka qenë shkak i zbehjes i imanit ton, për shkak se në përditshmërinë ton nuk kemi pas vepra që i veprojmë ose i kemi nënvlerësuar ato dhe jemi marrë me vepra qera të mëdha në sytë e tona, mirë po realisht ato na e kanë zbehë imanin dhe zemrat e tona. Këto vepra sa do që qenë të vogla, a na ka shku ndonjëherë ndërmend që ndoshta një vepër e vogël ka mundësi që të shkak që ta fitojmë mëshirën e Allahut azza wa jall. Një vepër e vogël të bie sebeb që Allahu azza wa jall të ngrit dhe Allahu t'i fal gjunat dhe poshtë Allahu azza wa jall të mëshiron edhe thu xhennetin e tij. Muslimani duhet ta di një gjë, që xhenneti i Allahut azza wa jall fitohet vetëm me mëshirën e Allahut. E pastaj me veprat e tij që ai punon, dhe veprat nuk maten sipas peshorës së njerëzve, po veprat maten sipas përmasave që Allahu i do dhe ato i ka caktuar, e jo njerëzit. Sepse sa për njerëzit veprat vlerësohen ndryshe, kurse vlerësimi tek Allahu është ndryshe. Allahu vlerëson me nijet dhe vlerëson me sinqeritet dhe vlerëson me zemër pastërti, e nuk vlerëson sikurse ne e vlerësojmë se kush është personi i cili i ka bë dhe sa është projekti i madh. Kjo nuk do të thotë që duhet që të braktisën veprat e mëdha, se veprat e mëdha megjithatë mbeten të mëdha dhe ato janë caktuar prej vet Allahut. Mirë po megjithatë nuk duhet që të ndërsohen edhe veprat e vogla që ne shpeshherë i përbuzim edhe i ndërsojmë. E ato janë një prej faktorëve kyç që të mban stabil në fenë e Allahut. Janë dy rregulla. Janë dy rregulla që muslimani duhet i ketë parasysh çdo herë. E para, mos në ndërsohet vepra e mirë, sado që e vogël është ajo. Dhe e dyta, mos në ndërsohet gjunau, sado që i vogël është ai gjuna. Sepse dhe gjunaat e vogla janë problem, dhe ato janë pikërisht faktor i cili destabilizon edhe shkatron. Edhe pse sytë e njerëzve janë shumë vogla. E këto dy rregulla janë shumë të mëdha, që duhet i kuptojnë. Veprat e vogla të mira mos të ndërsohen, po ato të veprojnë, dhe e dyta është që veprat gjunoat e vogla mos të jemi neglizhent ndaj tyre, po t'i hikim atyre, sepse veprat ose gjunoat e vogla janë pikërisht shkak që ato të grumbullon edhe pastaj të vije deri te gjunoi i madh edhe ma vonë robi shkatërrohet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmeni një person, një burr i cili kishte pas jetuar më herët. I keni dëgjuar, e di që këto hadithe i keni dëgjuar gjithë, po thjesht rikujtim dhe sa për ilustrim që më i qartë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmendi një person i cili kishte pas jetuar në kohën e Ben Israilëve. Person i cili thuhet në hadith që nuk ka vepruar asnjë vepër. Qëllimi nuk ka vepruar asnjë vepër, është që ky person nuk ka pas vepra të mira jashtë tauhidit edhe namazit. Ky person ec rrugës, e sheh një pengesë edhe e largon. Pengesë rrugë, thjesht i ka penguar njerëzit që kur kalojnë, s'kan pas mundësi me kalu ose e kanë te kalu me vështirësi. E çka ndodhi? Ky person e largoi. E largoi prej rrugë ose e preu prej pemë. Diçka, një degë e cila ka qenë pengesë për njerëzit. Mirë, po çfarë ndodhi me këtë njerëz?
Kjo vepër e tij e vogël ra shkak që Allah Zogjel t'i falë atij dhe ta fusë në xhenetin e Allahut Zogjel. Sa për ilustrim edhe më thjesht, je duke kalu rrugës, edhe shef një pemë e cila i pengon kalosit, ose dikush e ka vendu një vetur e cila i pengon tjetër, nuk ka mundësi për me kalu, ka mundësi dhe ndihmë shpejt për me ardhur, dikush ka nevojë, ti ke qenë shkak për me pengu që ai mos kaloje, ose ke vendos diçka mendja jote. Sikur se me qenë krejt ato vende publike tuat, edhe nuk ngovesh me këta çka e ka, edhe do edhe më tepër edhe më shumë. Ky person i cili e largon, që mos i pengoj qerë, një gur, ose një dru, ose pavarësisht çka është ajo, edhe bie shkak që njerëzit kalojnë ndër ati pa probleme. Me lenë Allahut, nëse një jeti i tij është i mirë, kjo vepër e vogël në sytë e tij ka Allah shumë e madhe. E ky person pikërisht e fitoi xhenetin Allah pikë këtu. Një vepër tjetër, një rast tjetër, një grua e cila ka qenë lavire, e ka shit trupin e saj për pare, për tolla, shkoi pra një pusi e pa një qenë i cili sillej rreth e qartë atij pusi, gjuma e tij kishte pas dalë jashtë sepse ishte nxehtë i madh, kërkonte ujë. Çfarë bëri kjo grua? Kjo grua e mori këpucën e saj, e mbushi me ujë dhe i dha qenin për me pi ujë. Edhe kjo ishte shkak që kjo grua t'i falet asaj edhe të futet në xhenetet e Allahut Azogjel. E thoshin disa prej dietarëve. Nëse mëshira me qenë është shkak që njeriu t'i falen gjunat dhe mëkatet e tij, e çfarë ndodh me mëshirën e atij i cili e njëson Allahun edhe adhuron atë? Çfarë ndodh me mëshirën e atij i cili kujdeset për një të sëmur për ilaçet e tij? Çfarë ndodhet me mëshirë? Çfarë ndodhet me mëshirën e tij? Kur është në pyetje një person i cili është nevojtar dhe ka nevojë për ushqim dhe pije, dhe çfarë ndodh me mëshirë? Çfarë ndodh ose çka vepron mëshira e atij i cili kujdeset për një person i cili trupi i tij dridhet dimrit edhe nuk ka çka me vesh, nuk ka veshmbuthje. Çfarë vepron ai mëshirë? Nëse për qenë edhe për kafsh, Allahu mëshiron aq shumë, po sa Allahu do ta mëshirojë një person i cili kujdeset për një njeri i cili thot la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Padyshim që mëshira e Allahut është shumë e madhe. 2 rekate që ne zakonisht i nënvlerësojmë. Qofshin ato gjatë ditës nafile ose gjatë atyre suneteve ose namaznate, 2 mirë po shumë të mëdha tek Allahu. 2 ta ngrisin nomin, 2 ta shtojnë të mirën, 2 të pastrojnë prej gjunave, 2 të japin mirësi të Allahut, 2 recate ndoshta ka mundësi që të bien shak që Allahu Zogjel të mbrojë nga çdo fitnë dhe nga çdo sprov, edhe ta japë lumturinë në dunjë dhe në ahiret. Sa istighfarin e dhikrin e braktis nuk e thua, për shkak se për gjuhën tënde nuk ka shumë me pesh, me thonë astaghfirullah, me thonë la ilaha illallah, subhanallah, dhikrën përgjithësi ose dhikrin e sabahit, dhikrin e mbrëmjes, e le pse? Për shkak se ke punë më të madhe. Je angazhuar me diçka shumë më të madhe. Ato pikërisht janë ato të cilët e pastrojnë gjuhën, të arrisin nomin tek Allahu, të ngrisin veprat, edhe po ashtu fiton shumë shpërblime. Allahu që thotë fe me ya'mel mithqala dharratin khayran yara. Kush bën një vepër e cila është sa një thërmi e vogël, të mirë, Allahu ta mundson për me pa. Wa me ya'mel mithqala dharratin sharran yara. Kush e bën një të keqe qoftë sa një thërmi atome ajo, padyshim që ke për me pa ditën e kiametit. Andaj, mos t'i përbuzin veprat e mirën, veçanti ato veprat e vogla, qofshin me pasuri, qofshin me trup, qofshin me gjymtyr, qofshin me gjuhë, çfarë do veprat mira, qofshin ato madje siç e ka përmendur pamësesem, edhe e qeshëra jote në fytyrën e vllait tënd. Kjo është sadaka, është vepër e mirë. Nëse e sheh një vëlla edhe i bosqeshesh atij, fytyra jote qesh, edhe për këtë kesh problemin e Allah, për këtë arsye pamësesem nxirri që besimtari ti qeshë vëllait atij në fytyrë dhe me këtë ta fitoj kënaqësinë e Allahut dhe normalisht që e përfiton edhe zemra sa më lehtë. E mos i përbuzim ato, po të jemi prej atyre që i veprojnë. Mo nuk i neglizhojmë, përkundrazi e dim vlerën e tyre me qëllim që sa më shumë t'i afrojmë Allahu xhel. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Me lenin Allahut, në këtë pjesë të udhës do të flas diçka shkurtimisht që ndalidhet me disa rregulla që kanë të bëjnë me teshat e vjetra, me rrobat e vjetra. Dhurata ose dhurimi i teshave të vjetra është prej suneteve të braktisura të Pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi sallallahu ka nxit çdo herë për lëmosh, pavarësisht çfarë lëmoshi është ajo. Ne dimi gjithë që sahabët nuk kanë qenë gjithë pasanik dhe kanë pas varfrit s'kaq me disa prej tyre, po zemrat i kanë pas të mëdha.
të mbushura me iman, edhe shpesher i kanë dhuru ato gjëra që i kanë pas, edhe i kanë posedu vetë ata. Në këtë rast, disa prej tyre kanë pas disa rroba që ndoshta nuk i kanë përdor shpesher, po të pastra të mira dhe i kanë dhuru edhe ato. Pejgamberi më kanë nxit çdo sen qepet, pasuria, rroba, malli, çka do me qenë qepet ajo. Fatkeqësisht ne sot i kemi dy ekstreme. Njëri ekstrem thotë që nuk ka nevojë për me dhënë rroba që nuk janë treja. Duhet patjetër me qenë treja, dhe ekstremi tjetër është që kur e jep të grisur, e jep të coptuar që as vet nuk e përdor, sikur dikush t'i jep të atij nuk kishte për me marrë ai vet. E padyshim që janë të dy ekstreme. Mesi është që qepet me gjithë zemër atë që e ke, edhe pse është e vjetër, megjithatë qetë pastat qetë mirë, edhe ti kemi kujdesin për ngjenjat e tij nevojtari që ai e merr, që mos preket, edhe ai ta përdor edhe atë që ti e ke përdor ose nuk e përdor. Tash pa atij i duhet sepse realisht kjo është nevojë. Në këtë formë pa mesasë më nxiste të gjithë që çapin sadaka dhe me këtë ta përhapin dashurinë e vëllazërisë, edhe çdo solidaritetin mesin e muslimanëve dhe mëshira mes tyre dhe dashuria të përhapet në zemrat e tyre. Më e mira s'ka dyshim prej sadakave është që qepet ajo e cila është më e mira. Tu s'ka dyshim. Ai i cili posedon diçka dhe do për me dhon, le ta jap atë e cila është më e mira, më e pastra, më e dashura për zemrën e tij, sepse kjo pëlqet. Ka ardhur në disa libra të fuqahave që e përmendin dhe thonë që pëlqet sadakaja që prej sadakavënësit tjetër e pastër pasurie, cila është më e dashur atë ai, që ai më shumë ti e do. Për shkak se me këtë mënyrë ai arrin më tepër përkushtimin tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe përmendën ajetin ku Allahu subhanahu wa taala tha len tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tha Allah, nuk keni për të arritur përkushtimin e vërtet të plot derisa ju nuk e shpenzoni atë që ju e doni. E kur ta shpenzoni atë që e keni, që e ndoni, Allahu është i gjithdijshëm për atë që ju që e ndoni. E sa më e mirë që është, dhe sa më e dashur që është, padyshim që do të ketë edhe shpërblimi më i madh. Prandaj thoshte Imam Kurtubi rahimullah, që kuptimi i këtij ajeti është se ju nuk do të jeni prej pundrejtëve, derisa ju nuk e shpenzoni atë që e doni. Dhe tha që disa prej gjeneratave të para kur e jepnin atë që e donin më shumë. Dikush e donte sheqerin, se në periudhë nuk ka pas sheqeri, ka qenë luks. E ka ndosh sheqerin e ka dhënë. Dikush ka pas një ushqim që e ka dosh, atë ka shku e ka dhënë. Për shkak se e ka dosh më shumë ti zemra e tij. E ka dosh sa më tepër ti afrohet Allahut me atë vepër me sadaka, që ai e do t'ja jap edhe qetrit përfitojë e me atë përfitojë dhe ky realisht tek Allahu subhanahu wa taala. Çështja tjetër me rëndësi e treta është që urrëhet sadakaja të jetë e pahi, tjetë domethënë ose ato rroba ose pavarësisht lëmoshe përditshme, tjetë e papërdor, e pahishme. Për shkak se, siç thashë edhe më herët, kur e jep një gjë që nuk ka vlerë, edhe është e coptuar, është e grisur, atëherë padyshim që kjo nuk është e mirë. Ndoshta dikush është nevojtar dhe e pranon, ama ti vetë nuk e pranon. E andaj urrëhet. Thot Imam el-Khatib Shërbini, thoshte që urrëhet qepet sadakaja e cila është e pahishme, e papërdorshme. Dhe përmendi fjalën e Allahut ku Allahu tha: "Wala tayammamul khabitha minhu tunfikun." Tha mos e jepni atë që ju nuk e përdorni, ose te ju është e pavlefshme, nuk ka vlerë te ju. Po thoshte nëse nuk ka tjetër, veç atë ka, atëherë ban nuk ka problem. E para urrëhet, kurse e dyta thoshte ban nëse nuk ke, veç atë, s'ka tjetër. Çata shë ki çata jep. Tamam. Ai shka çaç. Mirë, po megjithatë tek Allahu subhanahu padyshim që shpërblimi do të jetë i madh. Unë thash që lejohet dhënia e rrobave tjetra, që mos ta harrojmë këtë gjë, mos ta rrinë rrobat në shtëpitë tona. Lejohet edhe pse janë të përdorura, nuk është problem. Mirë, po me kusht që pastrume, të rregullume, edhe i merr i dërgon atij i cili ka nevojë. Për ty ndoshta rrinë aty nuk kanë vlerë, po për ti kanë janë shumë të veshme. Për shkak se e zbut zemrën e tij, e lehtëson çështjen e tij, i ja kthen buzëqeshjen atij, edhe ti e ringjall një sunet, mundohesh të afrohesh Allahut, ta ngjesh rrugën e pejgamberit Allahut, edhe mundohesh ta fitosh bereqetin e sadakas. E lusë Allahun që Allahut na bën prej atyre të cilët japin vazhdimsi sadaka, dhe sadakat e tona janë më të mira dhe më të dashura për zemrat e tona. E lusë Allahun që Allahu zotë na mëshiron ta gjunat na pastron, dhe lusë Allahun që çdo musliman dhe muslimane të gjithë të vdekur Allahu të mëshiron. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salam.